Vllaznia do të kërkojë të vijojë serinë e rezultateve pozitive në kampionat edhe ndaj të Utës. Në prag të sfidës me Dorsakët doli në konferencë për mediat drejtori sportiv i klubit Shkodran, Vjoresin Sinani. Ai tha se shkojnë për 3 pikë në Durrës, ndërsa shtoi se organika e vllaznisë është e plotë për të përballuar sezonin deri në fund. Po tjetër një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë. Dhe e dina që kena një përballje e ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrand, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj se edhe në Durrës do shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht. Viti 2026 ka nisë mirë, orë edhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë është herët për me folë për objektivat mallore që janë në maj dhe ne do të marrim ndeshje mas ndeshjes. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikë, por rruga është e gjatë deri në fund. Normalisht. Por i vetëm problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është damtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjat pak a shumë kanë zgjat një farë periudhë dhe nuk lush me 5-6 vetë mangët nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër problemet vogla që kena me tentimin orë që të kthehen edhe ata dhe ekipi tjetër i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marr, po të shohim javë mas jave. Jam besim plot që organika e vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që të përballojnë sezonin. Kam thënë dhjetor që kena disa pikë mbrapa, që kampionati nuk fitohet në dhjetor. Tham prap që sot që në dhjetor në Adina që prap kampionati edhe në janar nuk fitohet. Ka ndeshje shumë forta përpara, gjithë jena të vetëdijshëm. Do të bëjmë smetë me maksimumin deri në fund. Jam shumë i kënaqur që jemi në vend parë, por do të bëjmë çmos që më e majt vendin e parë. Sfidat e Uta Vllaznia për javën e 22 të kampionatit do të luhet këtë diel në orën 16:30 në Durrës.